15% të firmave private që kanë licenca për ndërtim, projektim dhe mbikëqyrje të ndërtimeve të kategorisë A dhe B nuk i plotësojnë kushtet për punë dhe licenca u është hequr. Këtë e njoftoi Ministri i Transportit, Aleksandr Nikolovski. Ai tha se ditët e fundit Ministria ka kryer kontroll të licencave të lëshuara në përputhje me ligjin për ndërtim dhe ligjin për planifikim urbanistik. Nga gjithsejt 1100 licenca të lëshuara, deri më tani janë kontrolluar 643 nga to. Tek 97 licenca ose mbi 15% është konstatuar se personat juridik, pasi kanë marrë licencat, kanë pushuar së plotësuari kushtet ligjore mbi bazën e të cilave i kanë marrë ato. Kjo do të thotë se në momentin e aplikimit i plotësonin kushtet, por më pas nuk i respektonin më. Për këtë arsye do të merren masa për revakuim të licencave. 13 persona juridik do të hiqet licenca për ndërtues të kategorisë A, 34 të tjerëve për ndërtues të kategorisë B, 2 kompani për mbikëqyrje të ndërtimeve të kategorisë A, 6 për mbikëqyrje të kategorisë B, 3 firmave për projektim të ndërtimeve të kategorisë A, 20 të tjerave për projektim të kategorisë B, 2 personave juridik për rishikim të dokumentacionit të projektit të kategorisë B, 1 person juridik për menaxhim dhe mirëmbajtje të objekteve, si dhe 16 kompanive të planifikimit urban për hartimin e planeve detale urbanistike, deklaroi Aleksandr Nikolovski, Ministri i Transportit. Nikolovski tha se ligjet ekzistuese nuk janë të mira dhe përmbajnë paqartësi, prandaj do të pasojnë ndryshime ligjore. Në të ardhmen licencat do të duhet të kontrollohen çdo 6 muaj. Lidhur me diskotekën Puls në Koçan, Nikolovski tha se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve nuk ka kompetencë, pasi bëhet fjalë për një objekt të kategorisë B, ndërsa sipas ligjit për decentralizim, Ministria ka kompetencë vetëm për objektet e kategorisë A.